Familja Çaparo në Konispol merret me kultivimin e ullinjve prej 6 vitesh. Rozina Çaparo tregon se kujdeset me përkushtim për pemët dhe prodhimin, duke ndjekur të gjitha proceset e nevojshme për të siguruar cilësinë e tyre. 2 vjeçar janë këta të vegjëlit, ata janë 5 vjeçar të mëdhenj. Se s'kemi me se të mirremi, s'kemi toka për manderinën për kështu. Prandaj, një spërkatje do edhe vaditi asnjë gjë tjetër. Prandaj zgjodhëm këtë. Me vështirësi të madhe. Sa rrënjë ullinj keni në total këtu në këtë tokë? Jam pak a shumë do jenë deri në 700. Tashmë ka ardhur koha e vjeljes ullinjve. Edhe pse prodhimi si vjet ka qenë më i ulët se vitet e tjera, familja Çaparo nuk ndalet. Ullinjt e mbledhur shkojnë për përpunim, ku nxiret vaji, i cili më pas do të shitet në treg. Gara strategjisë, vetë i blet, se nuk janë për forca punëtore tani, janë të vegjël. Si është prodhimi si vjet i ullinjit? Prodhim si vjet njerëzit edhe kanë, ne nuk kemi. Këtë vit s'kemi. As vjet se janë të vegjël. Pas 7 vjetëve kanë shumë prodhim ky lloj ulliri. E vilni tani çfarë bëni? E çoni për vaj. Ja, u kam filluar dje fillova, për herë të parë dje. Nga ky lloj ulliri një herë. Për herë viti ditë ki ka bën kaq. Sa varietete ullirish keni? Një lloj, këtë kemi ne koronekun. Vetëm këtë. Është vetëm për vaj. Vetëm për vaj. Si e ka cilësinë vaji? E ka shumë të mirë ky lloj vaji, prandaj morëm se ky vetëm ne. Sidomos ky lloj vaji, këtij ulliri jep më shumë kështu, i shumë i mirë si një në kohën e parë që thoshin argile. Ky lloj ulliri. I shëndetshëm, bio. Sidomos ky joni që s'ka spërkatje rasti gjë këtë vit. Me këtë punë familja synon të sigurojë jetesën e tyre dhe të përballojë nevojat e përditshme. Përkushtimi dhe puna e tyre në ullishtet e Konispolit është shembulli një tradite bujqësore që lidhet ngushtë me jetën dhe ekonominë e zonës.